Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Thomas Vajs, në një deklaratë për televizionin bullgar BTV, theksoi qartë se gjua dhe identiteti i Maqedonas theksohen në raportin e Parlamentit Evropian për Republikën e Maqedonisë dhe se kjo nuk duhet parë si problem. Ai e deklaroi këtë para prezantimit të raportit për Maqedoninë të mërkurën në Bruksel. Në një intervistë për 360 gradë, Vajs deklaroi se për të maqedonasit janë maqedonas dhe se gjua maqedonase është maqedonase. Raporti përmend qartë realitetin e identitetit dhe gjuhës së pavarur maqedonase, tha ai, për çka u kritikua ashpër nga eurodeputatët bullgar. Ne nuk votojmë për njohjen e gjuhës maqedonase. Fakti është se raporti i Parlamentit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut përmend gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas dhe unë nuk shoh asnjë problem me këtë. Me gjithë respektin e duhur, të gjitha kulturat, identitetet dhe kombësitë në Europë janë të ndërthurura ngushtë. E them këtë si austriak, si sloven, si hungarez, si qytetar i Bashkimit Evropian. Në lidhje me deklaratën e Vajsit nga qeveria me qëndrim se kjo dëshmon se politika bullgare është retrograde dhe andaj Maqedonia duhet të bashkohet. Ky është edhe një konfirmim për politikën retrograde që udhëheqen, por nga ana tjetër, ky është edhe një tregues se të gjithë aktorët politik në Maqedoni duhet të bashkohen për interesat tona të përbashkëta. Paralajmërimet se Parlamenti Evropian përfundimisht do të miratojë një raport që përmend identitetin dhe gjuhën maqedonase kanë ndezur atmosferën në Bullgari. Dje Parlamenti bullgar miratoi gjithashtu një deklaratë të re, duke theksuar se çdo përpjekje për të rinegociuar marrëveshjet e arritura tashmë është e papranueshme. България ще продължи да спазва споразумението от 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да може да се постигне напредък. Këto ditë kryeministri Miskovci në prag të prezantimit të raportit i thiri të gjithë partitë politike të ndikojnë te partnerët e tyre europian dhe të sigurojnë përkrahje për raportin ku theksohet veçantia e gjuhës dhe identitetit Maqedonas. Јас искрено ве замолувам, не само вас, тука ја гледам и Зајкова и останатите кои што се дел од одредени политички семејства, кои што имаат европратеници, да лобираат во насока на тоа да се прифати ова све за кое што го зборуваме. Еве, ги повикувам сите, дајте поддршка сите заедно да излеземе и да ги убедуваме тие пратеници. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe dje tha se ka lobuar te socialistët europian që teksti të votohet dhe tha se kjo është interes i përbashkët. Ai pyeti nëse kjo do të jetë garancia mjaftueshme që të zhbllokohet procesi eurointegrues.